Votat e 40.000 demokratëve që rikonfirmuan në krye të Partisë Demokratike për Sali Berishën është shembulli i një procesi të lirë dhe bën dallimin me forcat e tjera politike. Me anë të një reagimi në rrjetet sociale, Berisha sqaroi se zgjedhjet për kryetarin e PD të zhvilluara të shtunën u bazuan tek antarësia. Në Shqipëri janë dy parti të mëdha. Partia Demokratike i zgjedh drejtuesit bazuar në demokracinë direkte dhe voton me parimin një antar një vot në çdo proces zgjedhor. Kurse Partia Socialiste apo Partia e Krimit ka zëvendësuar votën e antarëve me emërimin dhe fuqinë e krimit. Kreu Demokrat ironizoi dhe mazhorancën, që sipas tij diktohet vetëm nga një person, kryeministri Edi Rama. Kjo është e vërtet kudo në botë, por jo në diktatura. Në diktatura totalitare apo autoritare, kryetari është Zeusi, e për Zeusin nuk votohet, dhe kjo ndodh edhe në Shqipëri me partinë Krim. Berisha kritikoi ashpër qeverinë dhe mazhorancën, duke i akuzuar për lidhje me krimin, ndërsa ka shtuar se opozita, sipas tij po përballet me sulme të vazhdueshme politike dhe mediatike.